Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshqive. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Shikoj që kjo javë ka energjinë e rindërtimit me qartësi dhe kogja një përshtatje në jetën e juaj. Pas një periudhe me paqartësi ose shpërndarje energjie, sa këtu sa atje, tani gjërat fillojnë të marrin formë të qartë. Asi i ajrit, ide re, vendimi i kjellët, ose moment të fortë qartësie. Diçka që më parë duke i turbullt, tani bëhet e qartë. Kjo është koha për të menduar logjikisht dhe për të folur me saktësi të dashur peshqi. Nëse ke pasur dyshime për një drejtim, këtë javë mund të marrësh përgjigjen që të mungonte. E balanca këtu pra, tregon nevojën për balancë mes pjesëve të ndryshme të jetës tënde. Puna, pushimi, arsye dhe ndjenja e kaluara dhe e tashnja. Mos kërko perfeksion, kërko harmoni. Gjërat që duken të kundërta mund të bashkëjetojnë në mënyrë të natyrshme nëse i menaxhon me qetësi. Çfarëdo që është nuk e vë dot në jetën tënde, apo si ato puzzle, këtu nuk përshtatet, mund të arrish ta bëni që vërtet të bashkëjetojnë në mënyrë të natyrshme. Çfarëdo që nuk përshtatet, tani apo ke frikë ta përshtatësh në jetën tënde. Dytë, tokës tregon lëvizje, ndrime apo përshtatje pra në rutinë dhe atë po arrini ta bëni. Mund të ketë ndryshime në punë, në plane praktike apo në mënyrë si organizoni jetën tuaj. Fleksibiliteti juaj do jetë çelësi kësaj jave. Mos u përpiq të kontrollosh çdo detaj, mëso të ecësh me ritmin e jetës. Tre të ujit mbyll javën me ndjesinë e plotësisë. Shikoni këtu dy duar që mbushin nga një burim dhe një kup poshtë që tregon përmbushje të dashur, përmbushje. Kene të flet për bashkëpunim të mirë, afërmitet emocional dhe ndjenjën se gjërat janë në vendin e duhur. Mund të marrësh një lajm të mirë, një mbështetje të papritur, ose thjesht të ndihesh më i qetë apo më e qetë se zakonisht. Pra, çfarë duhet të bëni me të merrni vendime të qarta dhe të flasësh me transparencë, ta quaj ashtu. Mos kërko kontroll absolut. Gjej ritmin e duhur mes ndryshimeve. Përfundoj javën duke u lidhur me njerëz që të japin paqe dhe pozitivitet. Në thelb të dashur e peshqi, kjo javë është për qartësi, për shtatja e gjërave dhe gëzim të qetë. Gjërat po stabilizohen dhe po gjejnë balancën. Nuk e pse të nxitësh procesin, mjafton të ndjekësh me besim dhe qetësi dhe do arrini aty ku vërtet dëshironi. Çdo gjë do bie apo do vihet në vendin e vet.